Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit. Sali Berisha shmangu edhe njerë analizën e humbjes në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, duke futur në agjendë përgatitjet për protestën e thirrur në 22 dhjetor. Kishte premtuar edhe përjashtimin e Salianit, por nuk e bëri edhe pse akuzoi se foltoren e Elbasanit e organizoi me Suel Çelën. Por ish deputeti që bëri burg për Partinë Demokratike u përgjigj se vija e kuqe në fakt ishte Arjan Doja, deputeti Partisë Demokratike sot, ish prokuror që u qullua me breshëri plumbash nga një grup kriminal pasi ndodhej në makinë me antarin e një tjetri. Ndërsa akuzat për Suel Çelën i ka bërë në vitin 2021 edhe Gazmend Bardhi, por me shigjetat drejtuar ndaj Berishës. Kush e kaloi vine kuqe në PD? Sali Berisha, thot Saliani. Kemi patur informacione, jo një, po disa, të cilat pohojnë që Suel Çela ka qenë organizator në hije kryesor i takimit. Ai që nërmerr një veprim të tillë, ai të i kalon vine kuqe dhe ai është përgjegjës për vetë të tij. Saliani, thot Berisha. Akuzat imagjinare, duke filluar nga Suel Çela, janë një dëshmi e mjerimit politik, veçanërisht kur dihet se shumë kusht tjetër e ka pasur në krah dhe e ka përdorur për interesa të veta. Këtë që di sot Saliani, në fakt e ka ditur para 4 vitesh, edhe Gazmend Bardhi. Unë nuk flas në telefon me Suel Çelën dhe sot Suel Çela punon për atë që bën tifo ai zotria që drejton televizionin tuaj. Thret drejtues të Partisë Demokratike në Elbasan dhe i vendos përpara formularin për nënshkrim. E di dhe Flamur Noka, se ka qenë përpara 2 ditësh, se nuk të pranojnë demokratët e Elbasanit që t'ja mbledhi kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike Suel Çela. Por sot Bardhi është me Berishën. Me Berishën është edhe Arjan Doja. Aty sipas Salianit duhet të ishte vija e kuqe. Sa më përket mua, unë nuk kam emëruar, as komanduar struktura për të zgjedhur deputet të Partisë Demokratike dikë që në funksionin e prokurorit që duhet të luftoj bandat, gjendet në makinë me tokë, në breshërinë e plumbave, me kriminal ndër më të rrezikshmit. E ka fjalën për ish prokurorin e Durrësit, të shkarkuar nga vetingu, të atentatit në Shkozet, me rrumin e Shijakut, por që m'pas doktori e bëri deputet. Ndoshta sepse Saliani nuk i bëri sfidë në Këshill Kombëtar, ndoshta sepse reflektoi, por doktori e shtyu sërish ndëshkimin. Kemi të sinqert me ju, duhet të në këtë drejtim, detyrohemi për shkak të situatës emergjente të krijuar një agjendë të parashikuar për sot, ta shtyjmë për një mbledhje tjetër të afërt. Me këtë rast, riformuloi ndëshkimin. Nuk kam thënë që s'ka vetë përjashtime. Nuk kam thënë që s'ka vetë përjashtime. Një gjë është e sigurt, Saliani me përjashtim apo vetë përjashtim, foltore do i vijoj, kurse doktori ka 2 halle tani, t'ja marrë demokratët Salianit apo sheshin lapajt. 3.000 apo 5.000 burra dhe grave djeme që vendosin të zënë sheshin para kryeministit mos e lëshojnë atë gjersa tik. Protesta nis në 22 dhjetor. Nëse zjat 2 ditë, demokratëve do të duhet të presin ditëlindjen e Krishtit, poshtë zyrës së Ramës, se për rrëzimin e tij do të duhet të presin edhe pak më gjatë. Ndërsa një ditë pas kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të deputetit ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, Sali Berisha thotë se vëmendja po kërkohet të spostohet nga përgjegjësitë e kryeministrit në tenderat e rrugëve si dhe të familjes së tij nga tenderat korruptiv të AKSH. Kreu i Partisë Demokratike akuzoi familjar të kryeministrit të përfshirë sipas tij në tenderat e Linda Karçanajt, e cila po dje u arrestua nga SPAK. SPAK do imunitetin e Ballukut, por Berisha do kokën e Ramës. Tani unë kam sjell provat. Kam sjell dokumentin në cilin faktohet se jo vetëm në tunelin e Llogaras, por dhe në tendra tjerë, autori vërtet është Rama, që Edi Rama ka dërguar vetë direkt për të nda parat me kompanit. Ndaj Sali Berisha e di dhe rezultatin e votimit për imunitetin për Ballukun.
latë kuptoj se ai nuk do t'i heqë imunitetin, se nuk do veprohet si në rastet tjera, po tani do bëjmë një analizë të thellur për të shpëtuar menderën e tij. Ndërsa paralajmëron se dosja do zërlesh në sirtarin e Peleshit. Niko Peleshi ka fut provat në kasafort dhe nuk ja u jep deputetëve të opozicës antar të komisionit të verifikimit mandateve. Por një faqe nuk dihet kush ja solli. Kanë mirëmbajtje të supervizion. I ke hapur ti. E po një do ta marr edhe shifeni vetë tani. Nuk mund ta shqiptoj. Shikoni çfarë gjuhën. Shikoni gjuhën. Fallumi në zyrat e qeverisë. Do ta marr një super se ja ka premtuar rëja. Shiheni këtu. Ja ka premtuar Rama. Doktori nuk shkon te faqja tjetër, se ka hall se i dalin emrat e shokëve të Zenit. Ndaj u hodh te dosja tjetër, ajo e rëmbimit të një biznesmeni, për llogari të shokëve të familjes së kryeministrit. A ke djeni ti? Për dhunën që ushtuan ai Geron Meçës për të tërheqë të gjithë kërkesat në mënyrë që Baxhanaku yt të fitonte tenderin. A ke djeni ti? Që bashkëshortja juaj, si pas regjistrimeve të depozituara në SPAK, ka bërë ndërhyrje direkte në përsaktimin e fituesve të tendrave kunatit vetë, në kofshtin tënë privat për Armand Frangut. Të njëjtën në SPAK do të shkojë Ilir Meta, ish presidenti, pritet të japë dëshminë e tij për ngjarjet para dhe pas 21 janarit të vitit 2011. Meta në atë kohë zëvendës kryeministër ishte edhe arsye e protestës popullore pas përgjimit të publikuar nga Dritan Prifti dhe ryshfeteve të kërkuara nga shefi i tij politik. Por rreth një muaj më parë nga burgu, Meta bëri publike ofertën e tij për të dëshmuar vullnetarisht para drejtësisë për dosjen më të nxehtë të saj. Ish-presidenti Ilir Meta do të lërë nesër qelin dhe do të shoqërohet me forca policie drejt prokurisë së posaçme në orën 10 për të marrë në pyetje nga SPAK për krimin shtetëror të 21 janarit. Asë koha, Ilir Meta ka mbajtur postin e zëvendës kryeministrit. Meta kërkoi vetë që të deklarojë për dosjen e 21 janarit, që po hetohet nga prokurori Alfred Sheu, me argumentin se ka të dhëna që nuk janë të njohura nga grupi hetimor. Hetimet për këtë dosje janë intensifikuar nga organi akuzës me marrjen në pyetje të personave të përfshirë në këtë ngjarje. Vetëm disa ditë më parë, SPAK mori në pyetje ish-presidentin Bamir Topi për 1 orë e 30 minuta, ndërkohë më parë janë marrë në pyetje dhe dy figurat kryesore në atë ngjarje, si ish-ministri i Brendshëm Lulzim Basha, më pas ish-kryeministri Sali Berisha. Protesta e 21 janarit, ku 4 protestues mbetën të vrarë dhe të tjerë u plagosën, ndodhen pas publikimit të një video skandali mes ish-presidentit të asaj kohe Ilir Metës dhe Dritan Priftit. Në filmimin prej 12 minutash, dëshmoi pazari mes zëvendës kryeministrit Ilir Meta dhe Dritan Priftit, në ato kohë ministër, për 700.000 euro në këmbim të koncesioneve dhe licencave për një hidrocentral. Hetimet për krimin shtetëror të 21 janarit nisën nga SPAK korrikun e vitit të kaluar pas regjistrimit për veprat penale të vrasjes në rrethana cilësuese e kryer në bashkëpunim kundër 2 ose më shumë personave dhe në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, shpërdorim detyre dhe penkim të drejtësisë. Nga protesta e 21 janarit në vitin 2011 mbetën të vrarë 4 protestues: Alex Nika, Ziver Veizi, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj, dhe protestues të tjerë në bulevardin Dëshmorët e Kombit mbetën të plagosur. Samiti mes liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian është mbyllur me deklaratën se e ardhmja e rajonit është integrimi. Në deklaratën nënshkruar në Bruksel, rikonfirmohet përshpejtimi i procesit të antarësimit, bazuar në reforma dhe meritat të vendeve aspirante. Bashkimi Evropian kërkon respektimin e të drejtave dhe trajtimin e barabartë të pakicave, ndërsa u kërkohet shteteve anëtare t'u japin prioritet parimeve të demokracisë dhe vlerave themelore të shtetit të së drejtës.
Deklarata e samitit godet Albin Kurtin, kur thekson se mungesa e normalizimit të marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit, si pas deklaratës, i pengon të dyja shtetet e ecin përpara në rrugën drejt Europës. E ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Ky ishte një ndër konkluzionet e samitit të kësaj mërkure mes liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Në deklaratën e nënshkruar në Bruksel riafirmohet përshpejtimi i procesit të anëtarësimit bazuar në reforma dhe merita të vendeve aspirante. Ne rikonfirmojmë angazhimin ton të plot dhe të qartë ndaj perspektivës së Ballkanit Perëndimor për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Ardhmja e Ballkanit Perëndimor qëndron në bashkimin ton. Zgjerimi është një mundësi realiste, të cilën duhet ta shfrytëzojmë. Bashkimi Evropian kërkon respektimin e të drejtave dhe trajtimin e barabartë të pakicave, ndërsa u kërkohet shteteve anëtare t'u japin prioritet të demokracisë dhe vlerave themelore të shtetit të së drejtës. Një vëmendje të veçantë i kushtohet bashkëpunimit rajonal dhe fqinjësisë së mirë. Mungesa e normalizimit të marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit thuhet në deklaratë se i pengon të dyja shtetet që të ecin përpara drejt Europës. Në deklaratën finale theksohet edhe roli i planit të rritjes në përshpejtimin e anëtarësimit të rajonit. Plani i rritjes ka potencialin të përshpejtojë rritjen ekonomike në rajon gjatë dekadës së ardhshme, duke siguruar deri në 6 miliardë euro për reforma dhe investime. Kjo vlerë i shtohet 29 miliardë eurove që po shpërndahen përmes planit ekonomik dhe të investimeve. Bashkimi Evropian bën thirrje që të shfrytëzohen maksimalisht mundësitë e jashtëzakonshme që ofron plani i rritjes përmes zbatimit në kohë të reformave. Sa i përket menaxhimit të emigracionit, palët bien dakord për ta parafruar plotësisht politikën e tyre të vizave me Bashkimin Evropian, për të luftuar kontrabandimin e emigrantëve dhe trafikimin e qenieve njerëzore, si dhe për të forcuar më tej sistemet e menaxhimit kufive, azilit dhe pritjes dhe kthimit në vendet e origjinës. Në këtë samit Shqipëria u përfaqësua nga kryeministri Edi Rama, i cili më herët zhvilloi edhe takime me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe shefën e politikës së jashtme Kaja Kallas. Samiti i radhës mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian do të mbahet në qershor në Malë të Zi. Ndërsa në Bruksel po mbahet samiti Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, liderët e vendeve të rajonit dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian diskutojnë mbi reformat e çdo vendi kandidat në rrugën e anëtarësimit dhe ecurinë e negociatave. Në tryezën e përbashkët, Shqipëria dhe Mali i Zi do të ulen si pararoje negociatave për anëtarësim krahasuar me shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Mirë, bashkohet me mua në program gazetari dhe analisti i njohur i zhvillimeve politike, zoti Frok Çupi. Zoti Çupi, mirëmbrëma, kënaqësi që jeni me mua drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma, Milian. Zoti Çupi, dua ta filloj këtë diskutim me ty me një pyetje të drejtë për drejtë. Çfarë fenomeni po ndodh kësaj ere në Partinë Demokratike, kur nga njëra anë kemi Berishën, i cili thot për Saliani se ka kaluar vijën e kuqe dhe se në Elbasan njerëzit aty ja ka mbledhur krimi, siç është Suel Çela. Por nga ana tjetër ama kemi Salianin, i cili akuzon Berishën se ka qenë ai i cili ka bërë deputet një ish prokuror si Arjan Doja, i cili është i lidhur me krimin. Po i ndjek dhe unë këto zhvillime vërtet, po në Partinë Demokratike po ndodh ajo çfarë ka ndodhur gjithmonë, po ciklohet e njëjta gjë, po riciklohet. Njësoj ka ndodhur, që nga krimi vetë me personazhe të ndryshëm sigurisht, madje me intensitet të tjetër, madje edhe me brohoritje të tjera. Tani me sa duket energjit po shkojnë drejt fundit, edhe kur ndodhin përplasje, edhe kur ndodhin përjashtime, edhe kur ndodhin akuza, nuk kanë më forcën asaj çfarë ka ndodhur në Partinë Demokratike. Sigurisht kjo e ka ngrënë atë parti, e ka çuar deri në këtë pikë ku është më shumë e sikletshme ti është militanti asaj partie për ata që janë, se sa të mos jesh. Çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh sot? S'po ndodh asgjë, për të thënë vërtetën, po ndodh vetëm lajmi, i cili padyshim që ka plot vend për lajm, sepse edhe mënyra është e shëmtuar dhe shëmtimi dhe marrëzia
janë dy gjëra që ngjallin kërshëri të madhe. Ajo çfarë ndodh tani është në fundin e kazanit. Domethënë, Seliani që e përmendet një militant i asaj partie, madje edhe një personalitet i saj, kam mbledhur njerëz më shumë se sa Sali Berisha. Kjo është drama. Drama është se Sali Berisha tani më ndodhet në minorancë në Partinë Demokratike, ndërsa Saliani me pak njerëz të tjerë që janë, si thua, leaders, ndodhen në avantazh. Në Elbasan mblodhi më shumë se Berisha në gjitha aktivitetet e Tiranës, në Durrës gjithashtu, në Gjirokastër që qenë me një honë shumë më të madhe. Kështu që Berisha tani ka frikë se po i marrin partinë nga duar. Berisha noton si thua në ujërat e turbullta dhe si një notar i ujërave të turbullta dje nxori të bien si në ndetse, domethënë për të treguar se shiko, unë kam shpëtimtar, madje kam dhe zëvendësues. Po megjithatë kjo dëshmoi për tërë njerëzit që si thua aderojnë në Partinë Demokratike, dëshmoi dobësinë maksimale të Sali Berishës. Padyshim që jemi në kohën kur ai nuk i vlen më as Partisë Demokratike dhe as proceseve të tjera. Çfarë do ndodh me Partinë Demokratike? Shumë njerëz nuk po e shikojnë këtë fenomen, por po bëjnë analiza, po bëjnë komente cili është Saliani. Saliani është ai një njeri i cili mori një iniciativë për të zgjuar disa parime, për të zgjuar disa norma në Partinë Demokratike, e cila tashmë realisht mund të themi se nuk është një institucion politik. Nuk është koha për të gjykuar cili është Saliani. Për arsye se nuk po zgjidhet si kryetari i Partisë Demokratike. Thjesht po zgjon një dëshirë që kanë vetë anëtarët e Partisë Demokratike. Pse mlidhen për të dëgjuar ato fjalë që i përsërishin çdo ditë me njëri tjetrin. Domethënë mlidhen për të dëgjuar veten, sepse askush nuk i dëgjon dhe asgjë nuk lëviz në Partinë Demokratike përveç ato lëvizje të pavlera që bën Sali Berisha. Zoti Çupi, cila është vija e kuqe për të cilën flet Berisha? Të paktën sot në një konferencë për mediat ai ka deklaruar se kur nuk është ulur dhe kur nuk do të ulet në tavolinë me krimin. Sa i sinqert është Berisha në këtë deklaratë? Berisha gjatë gjithë jetës së tij ka ardhur me vija të kuqe. Berisha është jo thjesht për ngjyrën, po Berisha është një komunist tërësisht, komunist nga më tegrit, nga më primitivet që ka. Dhe këta përgjithsisht shkojnë me vija, domethënë mashtrojnë, bëjnë iluzione sikur kanë vija të kuqe. Për shembull, po e them vijat e kuqe që ka praktikuar Sali Berisha që nga fillimi vetë deri më sot, fillimisht e nisi me vijën e kuqe të ndershmërisë si i varfër. Dhe e la shtëpinë në brak, ndërkohë kishte angazhuar batalione të tëra njerëzish për të grabitur me naftën, për të grabitur me armët, për të grabitur me firmat piramidale, por ky kishte vijën e kuqe që jam i ndershëm. Dhe nuk shkonte atje ku duhet shkonte në pallatin e presidentit. Më vonë vendosi vija të kuqe që paratë shqiptarëve janë të pastra dhe mos e ka përseni këtë vija për firmat piramidale. Dhe pastaj vendosi një vijë të kuqe dhe tha që unë nuk e dorëzoj pushtetin sepse më ka dhënë populli, edhe sikur në luftë të shkoj dhe praktikisht ngriti luftën dhe kishte një vijë të kuqe. Me vija të kuqe vazhdoi gjatë gjithë jetës së tij derisa edhe vetë kryetarit të parë të Partisë Demokratike, Azem Hajdarit, i vuri vijë të kuqe, i tha nuk e punë në Tropoj, nuk e punë me Partinë Demokratike dhe rri me aktivistët, me ish studentet e tu bëj ç'të duash. Dhe erdhëm deri në ditët e sotme që Sali Berisha i vë vijat e kuqe aty ku dëshon se vërtet u zbulua gjëja e tij e keqe, gjëja
që e demaskon para antarëve të Partisë Demokratike. Vija Kuqe tani është ajo që praktikisht si që thash, që në mënyrën e tij të punuarit, të drejtuarit, e vendos vijën e Kuqe sipas veseve të tij. Dhe vesi i tij është krimi. Tani ai thot vë një vit Kuqe për njerëzit që bashkëpunojnë ose flasin ose diskutojnë me kriminalët dhe i shpifet, se Saliu shpif shumë. I shpifet Saliani. Realisht problemin me krimin dhe me bashkëpunim me krimin e ka vetë Berisha. Dhe Saliani ja tregoi aktin më të fundit prokurorin e Durrësit, i cili sot është njeriu i afërt i tij, po është një prej tyre. Në rrethin e Berishës nuk ka as edhe një njeri, po as edhe një mik, as edhe një nga ata që organizonin bandat e tropojës për të dominuar Shqipërinë, nuk ka asnjë prej tyre që nuk ka lidhje me krimin. Kështu që duke u trembur vetvetes, duke u trembur portretit të tij, Saliu thot kam vit Kuqe. Dakor, zoti Çupi, por kush e përfaqëson sot sipas jush frymën e demokratëve dhe mbi të gjitha, për çfarë po bëhet lufta sot në një parti kur duket se është braktisur edhe nga militantët e vet, dhe ne këtë e kemi parë edhe nga njerëzit që ju shkojnë pas në protesta? Shiko, nga përfaqësohen demokratët, kjo pyetje për të vërtetën ka marrë zgjidhje që në vitet e para të pas 90-s, me njerë pas vitit 92, njerëzit kuptuan se çfarë është demokracia dhe çfarë janë demokratët dhe çfarë është mashtrimi. Ëndrat e demokratëve, aspiratat e demokratëve, mendimin e demokratëve e përfaqësojnë jo në sensin politik partijak, e përfaqësojnë njerëz normal, njerëz të ditur, njerëz të shtresave të mbi mesatare në Shqipëri. Ëndrat dhe aspiratat e demokratëve nuk mund t'i përfaqësojnë disa njerëz të cilët realisht tani kanë mbetur, siç u thash, kanë mbetur të treguar me gisht për të vërtetën. Secili prej atyre që janë zyrtarë të lartë në Partinë Demokratike, secili prej tyre ka defekte të mëdha që nuk i afrohen dot as nën mesatare së popullsisë tjetër. Janë të shigjetuar si të korruptuar, janë të shigjetuar si vrasës, janë të shigjetuar si të pakulturuar, janë të shigjetuar madje edhe si të fiksuar. Edhe të fiksuarit janë të smur, njerëz me fiksime që nuk i ndahen traditës së Partisë Demokratike. Kështu që siç më pyetët, aspirata e demokratëve është një aspirat që rri tek qytetarët e Shqipërisë, rri tek politikanët e Shqipërisë. Sigurisht që ka ndodhur në Shqipëri që ajo që u quajt Partia Komuniste pasi u transformua, u mori në dorë edhe politikisht, mori në dorë edhe trajtoi mirë, domethënë edhe aspiratën demokratike të vendit. Vetëm një aspiratë demokratike e vendit dhe e popullit të Shqipërisë mund ta çonte Shqipërinë në demokracitë e përparuara siç është Europa. Të tjerët nuk mund të konsiderohen se kanë aspirata demokratike sa kohë që kanë kryer akte antiperëndimore dhe jo vetëm antiperëndimore, akte kundër të drejtës së individit. Dhe çfarë do të ndodhë, ku do shkojmë, çfarë flitet, çfarë bëhet. E gjitha është në ajër. Partia Demokratike është realisht në ajër dhe këtë gjë Berisha e di shumë mirë dhe prandaj e mban ashtu sa që është. Sigurisht nuk mund të thuash se ai nuk do ta donte partinë të madhe. Do ta donte, si vdekjen do ta donte. Por sa kohë që nuk e ka dot, atëherë ai flet me vete dhe i thot vetes, edhe 2 veta të kem këtu, dhe madje edhe e ka thënë, dhe sigur 2 veta të jenë këtu, i pari do jem unë. Kështu që ai me 2 veta do të ketë një parti, emrin një parti që do të ndjek atë në gjithë
atë vijën e tij që është në përgjyqje, në përburgje, në prokurorira, në akuzat monstruoze. Kështu që ajo parti, siç e mendon Berisha, është një parti e cila do të vdes duke shërbyer Berishën. E prandaj ai trembet, të merrohet se mendon se brenda asaj partie pas ka dhe njerëz që mendojnë se do të zhvillohen pavarësisht prej tij, siç është rasti tani i kësaj lëvizjes së Saliani. Zoti Çupi, dua të ndaj me ju edhe një tjetër ngjarje ku duket se tjetër në fakt është jeona e madhe që po i bëhet, por cili është sipas jush thelbi i raporteve qeverisë PAK mbi zëvendës kryeministre Balluku. Po ndodh një fenomen i çuditshëm dhe sidomos në Shqipëri, edhe sigurisht dhe në vende të tjera, dëgjojmë, lexojmë lajme mbi rolin e njerëzve të drejtësisë që nga Shtetet e Bashkuara deri në Li. Po këtu po ndodh një gjë shumë eksperimentale dhe shumë e çuditshme. Trupa e re e drejtësisë, praktikisht prokuroria e posaçme, në vend që të ketë një vijë në kolonën e drejtësisë, ka hyrë në garë me pushtetet e tjera. Mendoni ky është thelbi teorik i asaj çfarë po ndodh. Domethënë, prokuroria e Tiranës, hetimi, që në fakt duhet ishte në dorën e ekzekutivit, ka hyrë në garë me ekzekutivin për pushtet. Është kaq e thjeshtë. Kjo është pjesa më teorike e saj. Pastaj pjesa tjetër e asaj çfarë mund të ndodhë nëse do të vijojë kjo, atëherë do kthehet në një shkatërrimtare të makinës së shtetit, gjë që s'mund ta parashikoj që sot, sepse padyshim që s'do të mund ta arrije. Por sidomos trupa speciale e drejtësisë është në garë me ekzekutivin dhe në luftë me pjesë të tjera të drejtësisë. Cila është lufta? Lufta është me gjykatën kushtetuese, me maksimumin, me kulmin e gjyqësorit në Shqipëri. Që do thotë se tenton të ul kokën e gjykatës më të lartë të vendit. Ajo çfarë po ndodh me zonjën Balluku është pikërisht kjo. Ndërsa zonja Balluku është tashmë e përfitojmë në sallën e gjykatës kushtetuese, sepse askush nuk mund ta gjykojë zonjën Balluku, askush nuk mund ta cënojë, askush nuk mund ta përmend nga gjyqësori, deri të paktën deri në 22 janar. Deri në 22 janar zonja Balluku ndodhet në sallën e gjykatës kushtetuese. Ne e përfitojmë tani një hetues nga Spaku që hyn hap derën me forcë dhe thot hajde me mua. Si ka mundësi, si mund të ndodhë kjo? E para. E dyta, prokuroria nuk është asgjë tjetër përveç se është njësoj si avokati, është palë. Dhe kjo palë vjen dhe bën namin në kulmin e drejtësisë. Dhe nuk mendon, edhe nuk do të mendoj se gjykata kushtetuese mund të thotë zonjës Balluku që të gjykohet, të kthehet vendimi në gjykatën speciale që quhet GKKO, dhe kjo gjykatë speciale ta anullojë atë vendim dhe ta rigjykojë, dhe sigurisht kështu do të ndodhë. Por ju thash, prokurori nuk e pranon vijën normale të drejtësisë. Prapa kësaj skene që duket si dramatike, në fakt qëndron një banalitet i pa imagjinueshëm i drejtësisë, i cili tenton të bëhet pushtet ekzekutiv, i cili tenton të bëhet pushtet i zgjedhur, i cili tenton të bëhet mbi pushtetet e tjera. Çfarë humbet barazin, çfarë humbet balancat, çfarë humbet ligjin, çfarë humbet të drejtën e një populli për të pasur drejtësi normale. Zoti Çupi, dua që në këto momente t'ju njoh ju, por gjithashtu edhe publikun me një lajm të fundit dhe do rikthehemi sërish bashkë me një pyetje të fundit. Në këto momente presidentja Vjosa Osmani ka njoftuar nga Brukseli
pas përfundimit të samitit Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor se masat ndaj Kosovës do të fillojnë të hiqen. Një pjesë e sanksioneve u hoqën menjëherë, ndërsa të tjerat pritet të hiqen plotësisht në fund të janarit. Kemi lajme të shkëlqyeshme për Kosovën në fund të samitit, thot presidentja Osmani të Bashkimit Evropian dhe Ballkani Perëndimor, pas diskutimeve intensive me partnerët tanë, u mor vendimi që të gjitha masat të hiqen Kosovës, ku një pjesë e madhe hiqet sot, kurse pjesa tjetër në fund të janarit, tha ajo. Në një video, siç ne pam të përbashkët me kryeministrin shqiptar Edi Rama, Osmani e përshkroi vendimin si një lajm shumë pozitiv në fakt për Kosovën, duke theksuar se ai reflekton përparim në bashkëpunim me Bashkimin Evropian. Gjithashtu, Osmani shtoi se kjo hap rrugën për vazhdimin e reformave dhe forcimin e marrëdhënieve evropiane, duke nënvizuar rëndësinë e angazhimit të Kosovës për të përmbushur standardet e kërkuara. Shkak për vendosjen e masave nga Bashkimi Evropian është bërë rekursi i ndjekur nga ish kryeministri Albin Kurti. Zoti Çupi, dua të kthehem në bisedë menjëherë me ju. Nuk e di si e ke parti ti këtë lajm të fundit dhe gjithashtu si e keni parë rolin e Shqipërisë, në veçantë të kryeministrit Rama. Ka patur ndikim në heqjen e masave të Kosovës? Kjo është një lajm shumë i mirë në radhë parë, dhe është një surprizë vërtet, është një gjë që na bën të ndjehemi shumë mirë. Edhe për Kosovën është një lajm që duhet të kthehet në mësim të madh për vetë votuesit kosovar, sepse ndodhen tani në prag të zgjedhjeve të parlamentare. Me datën 28 dhjetor ata shkojnë para kutive votime dhe zgjedhin qeverinë e re. Qeveria që ishte e çoi vendin deri në sanksione të rënda nga Bashkimi Evropian dhe në humbje shumë të mëdha për Kosovën. Fakti që sot Europa vendos të shlyej masat ndaj Europës është dëshmi se ka krijuar një besim se votuesi në Kosovë me datën 28 do t'i jap të drejtën për të qeverisur një qeveri tjetër. Siç thonë zyrtarët amerikanë, një alati, një partnerit besueshëm, dhe jo këtij partneriteti që kishte deri më sot. Por kjo që ndodh tani, ndodh edhe në disa rrethana shumë specifike, shumë të veçanta dhe shumë të rëndësishme që po ndodhin në Ballkan. Dhe pikërisht duhet ju kujtoj vetëm faktin që më lejo sepse dua të ndihmoj paksa edhe në analizën tuaj me një pyetje të fundit, zoti Çupi. Teksa ne pam Kosovës i hiqen masat që janë ndërmarrë ndaj saj, nga ana tjetër edhe Shqipëria është vlerësuar me nota pozitive në samitin e Brukselit, nga ana tjetër Serbia e ka braktisur këtë samit. Si e shikoni ju këtë? Po, interesante, shumë interesante, se vetëm ju po e theksoni këtë gjë, sepse ka qenë një lajm shumë i rëndësishëm sot, por nuk e pash në media që të analizohej. Faktin që Serbia heq dorë nga prania në Bruksel. Po para se të them këtë gjë, duhet i përgjigjem shumë shkurt një pyetje pjesës tuaj të pyetjes, roli i Shqipërisë në heqjen jo vetëm në heqjen e masave të Europës, por në gjithë përparimin, aq përparim sa ka bërë Europa, ka bërë Kosova, dhe të Europës ka një rol determinant. Edi Rama ka qenë një ndihmës shumë i madh, një faktor shumë i rëndësishëm për ta parë qeverisjen e Kosovës dhe politikën e Kosovës me një sy më ndryshe në Bruksel. Dhe mbi gjitha, modeli europianist i Tiranës ka qenë forcë shumë e madhe nëse donte qeveria e Kosovës ta shikonte dhe ta ndiqte. Po le të kthehemi tek lajmi që thatë ju. Pse Serbia praktisi është shumë tronditës. Po. Pikërisht. Është shumë tronditëse dhe çfarë po ndodh? Sot presidenti i Serbisë në fakt deklaroi se Serbia nuk ka më punë me Bashkimin Evropian. Ndërkohë
parashikoj një gjendje shumë më të zymë, kur tha se unë do të mbetem një dashamirës si Europës, për pasardhësi im nuk i dihet, mund të jetë krejtësisht kundër Bashkimit Evropian, kundër marrëdhënieve me Bashkimin Evropian. Dhe këtë gjë e ilustroi me një gjë akoma më të trisht, kur tha se unë po respektoj vullnetin e popullit tim. Gjë që po shikojmë se që sot Serbia do t'jetë një pjesë e aleancës me Moskën dhe nuk mund mos ketë më punë me Bashkimin Evropian. Domethënë zgjidhet ajo enigma e madhe e pa formë që ka me kë është Serbia. Dhe loja i gjatë as me Brukselin, as me Moskën, po më shumë me Moskën, duket se mbaroi. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ka dy elementë shumë të rëndësishëm që lidhen me ne. Elementi shumë i rëndësishëm që lidhen me ne është se Kosova vihet në vështirësi shumë të mëdha. Kosova vihet në një pozitë shumë të vështirë. Tashmë nuk ka më bisedime, s'do ketë më bisedime të iniciuar nga Bashkimi Evropian, bisedime Serbi-Kosovë, por ndërkohë do jetë një rrezik i madh, sepse ju e dini që po Vučić ka deklaruar ditët e fundit se Kosova do t'i përkas shpejt Serbisë. Domethënë mund të kemi tensione dhe ai faktori tjetër, gjëja shumë e rëndësishme tjetër, është se Shqipërisë i ngarkohet një barë shumë e madhe në rajon. Domethënë Shqipëria mbetet në bregun jo europian të hemisferit tonë, domethënë mbetet në bregun pro-rus, që është edhe Serbia, edhe Moska, edhe aleat të tjerë të fshetë ose të pa fshetë që kanë kjo vi politike në rajon. Ky është interpretimi i këtij lajmi që patjetër që duhet parë si do zhvillohet, por me sa duket nuk do ketë zhvillimet e Serbisë në marrëdhënie me Europën siç ishin. Zoti Çupi, unë të falenderoj që ishe me mua këtë mbrëmje drejt për drejt në ABC News. Edhe unë të falenderoj shumë, ju falenderoj dhe unë juve. Ndërkohë, abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Leontina Nika vjen vetëm pas pak me pas mesnate. Ju ftoj ta ndiqni.